Nuk du më nga e! Bukën me marmalata ty e ke. O haje, ose Nuk du! Aja tje, do të thajmë mbroma ja pasaj taj bukse, nuk ka pi kuptimi. Me mbroma e përshëndetje. Të dashur miq. Unë jam Sajmir Kodra. Kuksi, Tropoja. Unë jam Sajmir Kodra. Ky është Sajmir Kodra dhe unë jam me Sajmir Kodrën. Jam Gentian Zenelaj në emisionin që thu këtu në Agon Channel. Ti e Gentian Zenelaj? Të beton. Shkon shaqorën dhe beton jam Gentian Zenelaj. Ja ti e... A i Gentian Zenelaj? Ai që marrë lek borxhe dhe nuk i kthej asnjëherë. Ti ai, bukur. Është momenti të thrasim ato të cilat kanë bërë të mundur që unë të jem nëse e them ato det pastaj. Që na janë bërë si teze, po i shohim për ditë. Triti pak. Lonza! Bravo vajza, bravo. Biz! Amon! Jo dhe herë! Jo! Fun fare! Francesc, kur thojnë biz, vajza të bëj kërcimin edhe herë. Jo, lutem! Amon, se pasaj dhe po shkërcimit. Mimoj në gjyrimin e kërcimit Raiffeisen Bank. Të lutem, lere. Të gjithë ju gazetare, po gazetare që më pyesni arsye pse fillova punë në Agon Channel në emisionin që thu, ja arsyeja. Kuqja? Ore nuk, as Sajmir Kodra, as Rroga asgjë. Ja. Ta kem lollipop natë për natë. Yes. Nesër, jam shumë i sigurt që Gentian Zenelaj do vi këtu Arusha Panda. Jo, ka një bashkëshorte shumë tolerante, po këtë nuk e duron dot. Shumë tolerante, ka çavidën sjetull. Jam ura është shi me sy dhe plas me zemër, si luli votë. Jo më lart se sot mi liruar pati seancë plenare kolegë dashur. U mblodhen kokat e shtetit. U mblodhen kokat. Që thojnë tash kokat e shtetit? Çeke kokë shteti mondial. Ti çeke kokë shteti më buri dhe. Ti çeke një element kokë shteti. Opozit atje për qall hadhe. Qarra po qallë, si thuhet më? Për të qarë. Po të qallë. E kam qara të hallin. E të kam qanë një hapë, të dhe më dhe. Kam oj Sajmir Kodra. Pikërisht në këtë moment, në këtë situatë, Shqipëria ka nevojë për një bashkëpunim. Opozit. Sot ishte. Ishte bashkëpunimi. Sot ishte. Po. Ashtu, ha? Ja shkullën flokët ti njëri tjetrit, apo? E bëri në njëri ratace në një deputet? Ja. Ti parasysh që ne jemi akoma në fazën e verba. Mbetë me o muke pusi. O sepse italianë thonë, l'amore senza parufa fa la mufa. Dashuria pasën ka zëmyk. Atë bravo. Po kush të rreth të domë mërë Sajmir Kodra, kush të rreth të domë. Edhe kam thonu që pas të gjë digini të pamjet. Digini. Sa të dumëj të pamjet atje. Pamjet. Pinjolli ti, tjetër, vlerëson si legjend, futbolistin kriminal që deklaronte se kam dëshirë të los. Futbol me kokat e përat kosovarve. Po, mërë zotri, ka i kokë shqiptari që nuk është qëndur akoma. është koka e MC Hoxhës dhe përqesin e keni aty. E ke shumë e rak të patriotizmin tënë 2 lekësh. Ngrije kohën, pse se bërë? Kishe 8 vjetë. Rrisi pula aty, 8 vjetë, vitur. Je i botës së krimit ti që vërtet nga atje ku je. Je i botës së krimit ti. Llazore që vjen edhe në tryezën e parlamentit, llazore në si kryeministër, bekuar qoftë dita kur do e kuptosh zotrote se të ka ardhur fundi. Ka marrë të gjitha në radiografinë financiare të kompanive. Jo, zotri, ajo mos djeri se këta s'po flasin, do flasin edhe për këta. Disa tjetër me kryeministrin, po hanë dreka të bollshme, me peshk, me verë dhe me pije eksituse me sa duket. E të lutem. Ja një qytetari thjesht që përgjigjet. Qa vure re, të lutem shpejt. Tolerancë, mirë kuptim, dashni, mirë qënje, Po ti s'pas ke kuptua si gjomër? O zot ajo foltore çka parë dhe çka dëgjuar. Një sekond. O popull, në qoftë se ju flisni si ky? Ja, pas jeni kërkuar. Po ju s'keni vënë regje kryesore më. Po ti s'vure regje kryesore më. Sa të dumër ti. Jo. A ty gjë kryesore që ishte emëruesi për bashkë gjithë kësaj seance është dialogu më zotëri. Dialog. Po ka dialogu më ka dialogation. Bravo. Qohet njëni, pam, tjetëri, pam.
Pastaj çohet kori. Më duket mua po jemi çik të çfokusuar. Se kam ide mirë. Të zë vullsyri vlla dhe të duhet të shishte. Kjo ishte një pjesë e seancës parlamentare që u zhvillua sot. Ma shpjegon do të lutem atë. Si ishte mo? Ku e kam që shënova? Një sekundë. Nacionalist 2 lekë. Do të gjë është i lirë, ma këtë është 2 lekë. Ek më rubone ti me 2 lekë pip. Qa është kjo pipi? 2 lekë pip. Qa është kjo pipi? Së by. Pra ky ishte parlament. Me 2 lekë. Lere, me na po 2 lekë rëzë po. Lere, po rëzë. Pra ky është parlamenti i nderuar. E pati. Ku na ha ne e ku na kërruin këta, e kuptoni? Ato të kërruin, aty ku të kërruet ty, miki dashur. Të ha kurrizi. Po. Do flesh me pula, do vjesh me pleshta. E di çam ha mu. Jo, se atë ta kërruin ato. Do ha kurrizi, po të sjellin ato një nga ato grupet. Dëngën dugnese. Mi nderuar, para ca ditësh ju transmetuam një deklaratë që për mua ishte absurde, jo vetëm për mua, kolegun tim me gjithë të parlamentin e emisionit tonë çfarë thu, por edhe për ata që mbrojnë të drejtat e njerëzit. Ishte prefekti i Tiranës i cili tha, të gjithë punonjësit e administratës, aty ku jam unë, do t'i detyrohet më sjellin një vërtetim nga Qezi që nuk janë debitor në Qez. Ndryshe do ikin nga puna, deri largim nga puna. Jo vetëm nga Qezi. Po jo nga Qezi. Po edhe nga administratori i shkallës që kanë paguar ascensor drita. Po bravo. Ashtu dhe, nga parkimi, që paguajnë vetë parkimi. Që nuk jetë debitor. Ashtu dhe. Mi po gjëja nuk ngeli kështu. Pak, ushtri, u hap. U po virale? U hap që i polemi që e merera. Qyqja, ku shko? Ministri e Arsimit, të cilën do kemi takim të martën, kok më kok, ka dhënë një urdhër, sipas një emaili që na ka ardhur. Nga ku mo? Nga qyteti Elbasanit dhe thotë që duhet një vërtetim në të marrë në zyrat e Qezit, që jemi apo jo debitor. Për dini, thotë, kushton vetëm 400 lekë. Vërtetimi. Po, për gjithë mësuesit. Nga zonja Linda Nikola është një qarkore e brëndshme. Jo, more. Vërtetimi kushton 400 lekë. Po. E po dashkan shesin vërtetimet. I po të ngjetë vërtetimet në magazin. Jo më larë se sot, Lindita Nikola ishte në Shkodër. I bëm këtë pyetje për të marrë një përgjigje. Ndigje pak lutem? Sonja Nikolli, në qytetin e Elbasanit keni thënë që të gjithë mësuesit do të paraqiten me një vërtetim të cecë që nuk janë debitor. Ju duket kjo një shkelje të drejtave të arsimtarëve? O zemër, t'lutem, bëni realisht human dhe qytetar. Do t'ja përgjigjen kohën e dur, në vendin e dur. Je jashtë kohë dhe jashtë vendi. Zemra ime, nuk të zhvëndi përshtatëm, thotë ministrja. Jam shumë i sigur që vëndi me përshtatëm është të martën në të dy, pyetje drejt për drejt zojës ministre. Unë nuk kam dërmend të mere me hallet e dynjas, do ta pis vetëm për veten time. Qa do ta thuj për veten Po shko me taku minutë do ta pis vetëm për veten time. Ku ta sjell vërtetimin që kam pagu? Kam pagu Qezin. Më fal. Bëhet fjalë të ti në Elbasan rimin no? Po jo mëse, për tjesa kjo pas ka thonë për Elbasanin. Që kujto se ka thonë për Tiranën. Po për Fierin, po për Shkodrën. Ore, kam sus që kanë furë buke private, edhe i shko fatura 4 milion lekë. Jo, problemi është tu. Me të vërtet, më thënë, apo është një që kjo qeveri, ka këtë absurd brenda saj që u kërko vërtetime gjithë punëzët të administratës, gjithë vartës të kësaj qeverie që të kjetë vërtetim, nëse janë debitore apo jo ke Qezi, ndërkohë që e thati një dhe e them prap me zërin lartë që kontrata me SME dhe Qezit është totalisht e imja dhe e Qezit. Ti vazhdo me absurdin tënd dhe me teatrin tënd absurd në pritjet godos. Por e të drejtave të njeriut, më çfarë? Një, vërtetim nga Qezi. Një, po. Vërtetim që shef një nga syt. Vërtetim po pse më vap, patentëm japësh pa. Vërtetim që i ke kthy borxhin Baxhanakut. Po ashtu dhe. Baxhanaku është një gjë. Ai s'ka më dhënë kur të vërtetim mua. Vërtetim që s'ke gjoba makine pa paguar. Ja, ka gjoba me thënë drejtën. Vërtetim. Vërtetim që i lep bakshish kamajerit ke lokali ku shkon, edhe që nuk e larguar pa kuponin tatimor. Meri këto, mësues i dashur, po deshet punosh, për ndryshe, hec! Shiko, me morë gjithë këto vërtetime unë, duhet paguaj rrogë gjysë muaj. Po më jafton, një rrogë të hapi, ne gjysë rrogë me borx. Me borx. Themi vetëm pas pak për folur përsëri për një fenomen i përsëritur në qytetin e Tiranës, e pa lajmëruar, po ku do shkoj si do i vej halli. Vetëm pas pak.